Fshati Ferras, një nga fshatrat më të largët në jug të Bashkisë Fier, i kufizuar me territorin e Vlorës nëpërmjet lumit Vjos, përballët prej dekadash me një nga problemet më jetike për banorët, mungesën e ujit të pijshëm. Banorët thonë se për 36 vitesh presin që uji i pijshëm të mbërrijë në shtëpitë e tyre, por deri më sot problemi nuk ka gjetur zgjidhje. Një situatë që sipas tyre ka ndikuar drejt për drejt në kushtet e jetesës dhe ka shtuar vështirësitë për familjet që kanë zgjedhur të qëndrojnë në këtë zonë. Për të siguruar ujin e pijshëm, banorët detyrohet të blejnë nga autobotët që e tregtojnë në fshat, ndërsa një pjesë e tyre përdorin dhe ujë të ambalazhuar. Por shpenzimet për ujin janë një barë e shtuar për familjet, veçanërisht në periudhën e verës kur nevoja për të është edhe më e madhe, ndërsa për nevoja të tjera të përditshme, banorët përdorin ujin e puseve të hapura pranë banesave. Ata që nuk kanë mundësi të sigurojnë pusë, thonë se në raste të caktuara detyrohen të marrin ujë edhe nga lumi Vjos. Keni ujë të pijshëm? Jo, nuk kemi ujë të pijshëm. Edhe këtu te neve nuk ka pikën e ujit. Ne blejmë ujë nga boti. Vje boti një herë në javë, marrim 5 bidona ujë e vdesim për ujë tërë ditën. S'ka ujë te neve. S'ka rrjet për ujë te neve. Fare. Jemi në pikë të hallit, po vdesim për pikën e ujit. Ç'a të them? Shtetit vërdor te neve, se ne kemi ngelur si bakti pa bari. S'kemi ujë të pijshëm, s'kemi. Kanali Mas ati që ka lënë pa pastroj që na mbyt lumi qatë. Kanali Mas e pastrojnë gjysmë e lan gjysmë, e bën gjysmë e lan gjysmë. Është bërë andea, ka lëmë pe ferë, nuk merret vesh. Të dalë lumi nesër, prap do mbytem këtu. Paguaj, ti bjem ujt këtu, të kem qesmë në oborë shtëpis, jam rregullet, paguaj taksën unë, dan. Se unë s'jam borxhlit e shteti. Si kam borxh shtetit 100 leka, po ti kem 100 leka, të vi të ngrërë zgup si që këtu. Tani që s'keni ujë nuk paguani? Po s'paguajmë se s'kemi ujë, vëlla. Qysh do paguajmë? S'keni shërbim. Të na bjeri ujë, ja paguaj unë tatimin. Nga e mendin? Blejmë në botë. Por e blejmë, re. Po përplesua nevojat familjare, nga e gjeni? Qa për të larë? Me pusë. Është një pusë aty, re. Keni shpuar pusë? Në shtëpinë tuaj sa orë vjen? Kam hapur një pusë, nuk e di, kam hapur një pusë 3-4 veta atje dhe marrin pusë na pusë jonë, që e këtej s'kam punë me, nuk i njëjtë dot. E ke zgjidhur duke hapur pusë? Ka hapur pusë vetë atje, kam vitra ka hapur pusë, 4-5 veta jemi në një pusë atje me këtë s'kam. Për banorët e Ferrasit, mungesa e ujit nuk është një problem i kohëve të fundit, është një shqetësim i trashëguar prej dekadash që vazhdon të mbetet pa zgjidhje konkrete. Ata kërkojnë që institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë dhe të hartojnë një zgjidhje të menjëhershme dhe të qëndrueshme për furnizimin me ujë të pijshëm. Sipas tyre, infrastruktura bazë është një nga kushtet kryesore për të frenuar braktisjen e fshatit dhe për të kujtuar banorëve mundësi për të jetuar me dinjitet në vendin e tyre. Banorët i bëjnë apel pushtetit vendor dhe institucioneve përgjegjëse që të mos e lënë më në harres Ferrasin. Ata kërkojnë që dhe ky komunitet të përfshihet në investimet publike dhe të ketë një zgjidhje përfundimtare për problemin e ujit të pijshëm. Pas 36 vitesh pritje, ata kërkojnë jo më premtime për ujë në çezmat e shtëpive të tyre në Ferras.